prezencë tonë ka bo eliminimin e keqpërdorimit, ku me këtë kavull ka posa në shkallim të njësorit, ka furnizu direkt nxemin. Ta shpelqim kavullin tokë, cilën kavull konsumatori ka të e keqpërdor energjinë elektrike. E çkyçëm nga rjeti kavullin cila ka qenë duke e keqpërdor energjinë elektrike. Pak qytetarë të vendit janë të njoftuar se faturat e energjisë janë më të shtrenjta për shkak se fshinjtë e tyre vjedhin rrymë. Rregullat ligjore dhe procedurat e pagesës kërkojnë që çdo vjedhje e energjisë të faturohet konsumatorëve final. Si rrjedhoj, miliona euro nga energjia vjedhur në fund paguhen nga konsumatorët e ndershëm. Vjedhja e rrymës është më e rëndë kur ajo kryhet nga shpenzues të mëdhenj, si bizneset që ofrojnë shërbime apo bizneset që shpenzojnë sasi të mëdha të energjisë. Për të gjurmuar vjedhjet, ekipet speciale të KEC-it për gjurmimin e vjedhjeve kanë plane konkrete të cilat zhvillohen nga analizat e informacioneve. Për të luftuar dukurinë e vjedhjes, një ekip i specializuar i KEC-it është ndërtuar me kompetenca për të gjurmuar vjedhjet e energjisë elektrike. Me bazë në njësinë qendrore të KEC-it në Prishtinë, ekipi mbledh informacione inteligjente nga burimet të shumta dhe pas analizimit të tyre, ekipi special ka për detyrë verifikimin dhe në rast se po keqpërdoret energjia, ti verifikoj keqpërdorimet në terren. Në një fund të tori, ekipi i KEC-it realizoi një operacion për të verifikuar këto informacione inteligjente. Të dhënat kishin sinjalizuar një biznes që dyshohej për keqpërdorime. Me zbritjen e temperaturave, konsumi i energjisë elektrike është më i lartë. Sistemi elektronik i kontrollit të shpenzimeve të energjisë i mundson KEC-it të nxjerrë të dhëna nga distanca dhe nga aty të identifikojë nëse në zonë ka keqpërdorim të energjisë. Nga zyra në Prishtinë, ekipi që ka kompetencë të veprojë në gjithë Kosovën, kishte vendosur në shënjestër disa biznese në rajonin e Perizajt. Veprimtari të ndryshme janë cak i kontrollit. Me stinjen e dimrit afër, konsumi i rrymes i cili rritet kryesisht është i fokusuar në ngrohje. Informatat inteligjente flasin se një pjesë e energjisë e cila po shpenzohej në një veprimtari biznesore nuk po faturohej. Në momentin e parë, ekipet e KEC-it dokumentuan dyshimet e tyre. Pronari lokalit i cili ishte cak i kontrollit kishte instaluar një linjë paralele duke e furnizuar pajisjen që e përdorte për ta ngrohur hapësirën ku vepronte. Pra, ekipet kanë hasur në njësor të shkyqur i cili është i shkyqur nga distanca për arsye borxhet, ndërsa lidhjen, keqpërdorimin e ka mbrapa shtëpisë. Megjithse pronari tentoi ta fshihte këtë lidhje direkte duke shkyqur kabllën, ekipi i KEC-it i përbër nga specialist për gjurmimin e vjedhjeve të natyrave të ndryshme në terren, arriti ta faktoj vjedhjen. Mënyra e vjedhjes fotografohet për të dokumentuar pastaj në procedurë penale. Sipas ligjit, çdo vjedhje e energjisë është vepër penale dhe dënimet janë të larta. Përpos dënimeve, ata që hasen duke keqpërdorur energjinë, faturohen shtesë për energjinë që ata supozohet se e kanë vjedhur për disa muaj. Ku e heki? Ekipi specializuar konstaton se një pajisje e cila shpenzon shumë energji nuk po kalonte përmes ormacit. Rryma që shpenzoi nga kjo pajisje nuk po faturohej, rrjedhimisht vjedhej. Atëherë te konsumatori në fjalë kemi hasur në keqpërdorim të energjisë elektrike vjedhje të rrymës. Prezencë tonë ka bo eliminimin e keqpërdorimit, ku me këtë kavull ka posa në shkallim të njësorit, ka furnizu direkt nxemin ose përndryshe kaloriferin brenda. Vjedhja u dokumentua në pak minuta dhe si rregull u plotësua dhe proces verbali me gjetjet në terren. Konsumatori që po e keqpërdor të rrymen do të procedohet penalisht. Në orët e para të një dite fund tetori, ekipet speciale për gjurmimin e vjedhjeve dokumentuan keqpërdorim të energjisë elektrike në kontrollin e parë në rajonin e Ferizajt. Informatat inteligjente tregonin për vjedhje të rrymes në një tjetër rajon, atë të Gjakovës. Ekipi special në shoqërimin e njësive speciale të policisë së Kosovës nisi drejt bizneseve për cilat ka dyshime se po vjedhen rrymë. Ekipi nisi drejt Gjakovës teksa ndalon në një hotel i cili dyshohet për keqpërdorim të energjisë.
Sistemi ka mundësuar Kecit që për shkak të obligimeve ta shkyqur masin nga sistemi elektrik, por informatat janë se objekti ka rrymë edhe kur energjia e tij është ndalur zyrtarisht. Te konsumatori janë një sort vendosur smarta, të cilët janë të shkyqur nga distanca, por konsumatori ka energji elektrike, tash të shohim ka kabllën, që është duke e keq përdorur. Pronari i hotelit, derisa kishte të shkyqur ormasin nga distanca, kishte instaluar një lidhje direkte nga shtylla elektrike për të furnizuar komplet objektin me rrymë. Energjia që shpenzohej nuk faturohej, pra keqpërdorej. Në minutat e parë, ekipi specializuar për gjurmimin e vjedhjeve arriti të identifikojë burimin e keqpërdorimit të ky konsumator komercial. Hypëm me korp të shohim që është stata. Kjo është kablli që. Domethënë që kjo është kablli që dyshohet që e furnizon brenda, lidhje direkte, që ty e keq përdor energjinë elektrike. Zyrtarët e Kecit, pas identifikimit të burimit të vjedhjes së rrymes, angazhohen për ta eliminuar keqpërdorimin. Ata ngjiten lart në shtyllë për ta kputur kabllën e cila përdorej për ta vjedhur rrymen. Konsumatori tash ka bën kyçen në mënyrë ilegale, duke vjedhur energjinë elektrike përmes kësaj kablle. Cilën tash do të çkyqëm, edhe të lëshojmë në tokë. Ekipi specializuar i Kecit për gjurmimin e vjedhjeve arriti të dokumentojë dhe të eliminojë vjedhjen e rrymes në kontrollin e parë në një hotel në rajonin e Gjakovës. Tash pëlqejm kabllën tokë, cilën kabll konsumatori ka duke e keq përdorur energjinë elektrike. Si zakonisht, të gjitha gjetjet në terren evidentohen në proces verbal dhe konsumatori do të procedohet penalisht për të përballur me ligjin. Nga aty në shoqërim të njësive speciale të policisë së Kosovës, ekipet speciale të Kecit nisën drejt një lokacioni tjetër. Informacionet inteligjente sinjalizuan për vjedhje të energjisë elektrike edhe të një konsumator tjetër në rajonin e Gjakovës. Këto informacione duhet trajtuar teksa zyrtarët e Kecit nisin punën për verifikimin e tyre. Edhe në këtë rast, konsumatori kishte të ndalur rrymen nga distanca për shkak të borxhit, por shtëpia vazhdonte të kishte rrymë. Ai kishte instaluar një lidhje direkte nga shtylla elektrike jo larg shtëpisë për të furnizuar me rrymë. Ka orën shtyll, po e ka nashkalu, domethënë ka çkysh e ka direkt në rrjetësh. Energjia që shpenzoi nuk faturohej, rrjedhimisht vidhej. Ekipet speciale identifikuan burimin e keqpërdorimit dhe në pak minuta arritën ta eliminojnë keqpërdorimin. Provat e grumbulluara do të përdoren për procedurë penale. Konsumatori në fjalë ka qenë i çkyqur prej distancës për shkak të borxhit, por ka bërë kyçe ilegale, domethënë ka nashkaluar njësorin, cili ka ndërprer dhe ka keqpërdorur energjinë elektrike. E çkyqëm nga rrjeti kabllën e cila ka qenë duke keqpërdorur energjinë elektrike. Në dy operacione në rajonin e Ferizaj dhe Gjakovës, ekipet speciale për gjurmimin e vjedhjeve të rrymes dokumentuan në 3 raste vjedhje të energjisë elektrike. Për vjedhje të energjisë, rreth 1000 kallëzime penale janë dorëzuar në prokurori që nga janari vitit 2025. Dënimi për vjedhje të rrymes mund të shkojë deri në 3 vjet burgim.